Ndeshën, detalet vendosën ajo cilësia individuale, se patë edhe rastet e vete, edhe Dugaxhini, po mu që më bën përshtypje është grumbullimi gjitha lojtarëve të cilët i merr Dugaxhini edhe vullnetin të cilën e ka trajneri Ismet Munishi dhe kthimi në kvalitet shumë lojtarëve. Nuk e ka komoditetin siç e kanë shumë ekipe për të marrë dhe për të luftuar në konkurrencë të bjen shumë kvalitet, po ma atë potencial, dhe ndoshta me Malishevën është në masë së shumti potencial vendor me lojtar dhe ja arrin aty këtu të jetë. Ne shumë i sot në vendin e tretë, unë mendoj se Dugaxhini din të këfillet, është një ndër ekipet që më së vështirin poshtet në klinë. Dhe me thonë, edhe me këta duhet t'jepet shumë merita Ismetit, sidomos me grupin e lojtarëve të cilën i ka. Kështu që, thash, Ballkani tregoj cilësit individuale, e pom një Ballkan i cili është i qetë, është i drejt për drejt, din që ka donë brenda një ndeshje, ndoshta është e vetmja ekip me dritën e cila brenda ndeshjes din si ta menaxhoj situatën, dhe kjo tregon edhe përvojën edhe eksperiencën të cilën e kanë arritur me vite.